Më 9 nëntor qytetarët e Cerikut do thirren të votojnë në zgjedhjet e pjesëshme vendore për të zgjedhur drejtuesin e tyre, tradicionalisht e konsideruar një bastion i së majtës. Gara në Cerik pritet të jetë mos sfiduese për opozitën, e cila garon me 2 kandidatura. Partia Demokratike mbështet kandidatin e shoqërisë civile mjekun Amarildo Hoxha dhe Nisma Shqipëria B kandidon me Ligert Himaj, diplomuar për kriminologji në Milano. Kandidatët Hoxha dhe Hima evidentojnë arsyet se përse besojnë se në këto zgjedhje qytetarët do t'i votë besojnë. Pikë pari, unë jam menduar gjatë, është një vendim i rëndësishëm dhe me përgjithësi. Unë vi nga shoqëria civile dhe i përkas qytetit të Cerikut, ku jam lind dhe rritur në atë qytet të vogël, ndërsa mbështetjen e Partisë Demokratike, këtë shikoj si energji pozitive për ta kthyer në shërbim të qytetarëve. E shikoj dhe si një të djathtë moderne, që siç e ka për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Britania, që bashkia nuk është pushtet, por është që ne të jemi në shërbim të komunitetit. Kjo është arsyeja pse unë marr pjesë në kandidim për kryetaren e bashkisë së qytetit të Cerikut. Unë si një nga djemtë e Cerikut, i rritur mes njerëzve dhe halleve të tyre, njoh shumë mirë problematikat e atij vendi, ndërkohë di edhe zgjidhjet për ato probleme që sot gjenden në bashkinë e Cerikut. Ceriku ka nevojë për zgjidhje, për përkushtim, ka nevojë për ndryshim edhe seriozitet. Karakteristikat e cilat unë i kam. Lëvizja Shqipëria Bëhet është kundra Partisë Demokratike dhe kundra Partisë Socialiste dhe fajson këto 2 parti, të cilat besojnë se ata në heshtje kanë një koalicion për të grabitur të mirat e këtij vendi. Ndryshe nga kryeqyteti, ku forcat opozitare garojnë me një kandidat të vetëm, në bashkinë e Cerikut, zoti Hoxha dhe zoti Hima do të duhet të përballen mes tyre për të fituar mbështetjen e elektoratit opozitar. Po, sepse unë nuk premtoj asgjë që nuk mund të mbahet. Unë do bëj premtimet që mbahen, sepse paraardhësit e mi në bashkinë e qytetit të Cerikut kanë bërë premtime të shumta për qytetin, por nuk kanë mbatur. Do të kemi një platformë digjitale ku çdo qytetar do të shoh online ku shkojnë këto lekët e taksapaguesve. Ne jemi në mbështetje të fermerëve të bashkisë Cerik, sepse nuk vetëm qyteti i bashkisë Cerik, por ne kemi edhe disa njësi administrative të cilët duan përkrahje dhe ndihmë nga ana e bashkisë. Atëherë, unë ftoj qytetarët e Cerikut të votojnë ndryshimin dhe alternativën, sepse në 2 vjet kemi në program të bëjmë një qytet model, edhe ky model të shërbej për të gjithë vendin tonë. Partia Socialiste ka kandiduar kryetarin e komanduar Florencë Doko në profesion jurist. Kjo bashki shkon në zgjedhje të pjesshme pas emërimit të ish kryebashkiakut Andi Salla në postin e ministrit të bujqësisë.